Hiç për nuk e nëshën. Dëmtohet për vendosja shumë ashtu. Nuk e nëshën. Ai më po president dëmtohet me amor kryeministrin mos. 2-3 kronë është vetëm se nuk shoh ai rën. Është pozicion normale me 20% që herë vjen pushtet me koalicion, herë rën opozitë, herë si këto të tjera të bëhet. Çfarë thoshin edhe për PDK? Është opsionale që ta ndodhi PDK-s. Ja, ndodhi se PDK. PDK-ja vetë çto dikun ka dalë. Çto dikun ka dalë, edhe mashim thoshin. Në përçik vetë, domethënë pas në koalicion. Me po, në numër votuesve me përqindje ka qenë më ndryshe, po. Po, gjithmonë në koalicion. Okej, ashtu pak me pyetjet e shikuesve, me që jemi në mbyllje. Arsim Rama thotë kam një pyetje për zotin Gashi dhe zotin Zeqiri. Pse ish opozita nuk po pranon të votojnë në votim të fshehur? A nuk kam besim tek deputetët e partive të veta sa mund të votojnë për apo ku qëndron problemi sipas jush? Thotë se ju dy po ja qilloni nga një herë. E pas ka dhënë për goshën e pas avionit. Sadik për ty e pas ka po. Unë mendoj që PDK-ja Ja qillon gjë. Unë mendoj se partitë opozitore s'po dojnë me shkel kushtetutën, sepse zgjedhja kryetorit kuvendit është nisë me vot hapur dhe duhet të përfundojë me vot hapur. Është procedurë po ndohet çështja. Këta dojnë me shkel procedurat. Po me nuk është sankcionuar me kushtetut. Po pse ata shkojnë me vazhduar me votat hapura, po dojnë tinës, me bënë ai vjedhje, kështu vjedhje të hojna xheparosh atë. Hajt tinës, të marrin deputet listës serbske që atje ai ma voton, e unë t'ja lohem LDK-s fojnë që atje një farë deputetit për zrejnë. Edhe në LDK që e votojnë më vonë. Gash, jep ja përgjigjen zotërisë se po ja qellon. Tinës duke sa dikë si ja qelloj. Ka po Jo, Gash, unë Unë tash se na dy t'ja qellojmë. Okej, hajde Gash. Unë mendoj se pikërisht mas pari nuk është jo demokratike se përcaktohet me pikën 4 të rregullores që mund të votohet me votim të fshehtë. 2. Heq as pak nuk qëndrojnë disa mendime, e kuptoj janë qëndrime politike, është kretë legjitime normale me thonë nuk ka demokratike, po harrojnë që sot përnojnë edhe që peshohen me njerë, po demantohet për Bundestagut që edhe votohet me fshehtë. Prandaj shumica e frikës, prapë edhe frika legjitime është mos po na i pinë kush dohonin tinza pitumve, kështu po na thot po, e ku të vjen tinza shihet vlla del aty, mund të jetë edhe listë sërbe. Që 2 herë, që 3 herë, që 3 herë u provu. Na një kur votohet tinza i VV-s nuk voton, për shembull. Mund edhe ajo të ndodhë. Prandaj, që 3 herë, vetë besimi, vetë vendosjes, nuk është motivi, nuk është me anëzera ata që pindohan tinza, po motivi që është me ofru mundësin e votimit vullnetit lirë. Vullnetit lirë është me dorë të lirë. Pyetje tjetër se s'kemi kohë. Je vullnetor. Pason emisioni e Exonës, pastaj Hambari, të cilin ju ftoj ta ndiqni më njëherë pas pak zonja dhe zotëri. Muzafer Avdyli thot përshëndetje kushtrim dhe të nderuar panelist. Do dua ta pyes zotrin që po thot se vetëvendosja do të ketë rënje. E ka fjalën për Shkumbinin, se Shkumbini tha. Pse nuk po shkonin në zgjedhje dhe VV-ja të pësoj humbje? Shkumbini nuk shkon në zgjedhje, po e ka fjalën për tjerët. Edhe pse në zgjedhje ti ke punë, se i përcjell e raporton, po. Thot, po ndoshta mund të jetë rrezik mos po na del 52% lëvizja vetëvendosjes, sepse nëse zgjedhjet do të mbahen gjatë verës, korri ka po goxh do të ishte në përfaqësim i gjithë popullit të Kosovës. Po le del. Edhe 52-a, 54-a, 56 le del. Zgjedhjet gërshës se marrum. Po problemi është edhe kum thonë edhe një herë tjetër që Albin Kurti është në një pat pozicion shumë pa dëshirueshëm që për pak s'u mrin numrat. Për Albin Kurtin më favorshme i shkonit me ran 35% se çka më çdo ku është. Shkak se me 35% opozita do t'ja merrte. Kish menu për me ja kish marrë numrat edhe mas anej, ose kish menu për koalicion, se tjerë ishin bë kundër tij, edhe ky politikisht kish mujt për përdor kartën e viktimizimit që ja morën pushtetin, që ka përdor. Për më shku zgjedhje, çere na edhe pse po ankohemi këtu në studio, ja po folëm se në njëjta na kem shef kur ka kështu kriza, them kështu për me fol. Se po thuaj kjo është hipokrizia jon? S'është hipokrizi, na kemi. Po se nëse ne kritikojmë
E kritikojmë, që po e kritikojmë me llafet e Sadiku që ka bërë buj në Facebook ato deklaratat Vallai kushtrimën e Nisan e di. Gazetar, nëse e kërkoj këtë krizë. Gazetar, ja, këtë krizë jo, po du me thonë kur koka Ja, ajo vjetjet edhe ta shojmë, edhe ta kërkojmë bje hipokrizi. S'ka Pyetja ke ndryshe. për zgjedhje, pikërisht, pse s'po shkojmë zgjedhje. Jo, ne kem dëshirë si media këtë është, me thonë kem dëshirë. Po pra si media, po. Natyrisht. Se të kesh dëshirë si media, se media mos të raportoj për një diçka që është zhvillim pozitiv, shembull rritje